Egli Tako jep njoftimin e papritur në Instagram. Këngëtarja dhe ish konkurrentja e reality show Big Brother VIP Egli Tako ka dhënë një njoftim të papritur në rrjetet sociale duke njoftuar mbylljen e kanalit të fansave për shkak të problemeve me pronësinë. Egli Tako, e cila ka pasur një rrugtim të shumëpërfolur në Big Brother VIP Albania, gëzon mbështetjen e një komuniteti të madh fansash. Në njoftimin e saj të ndarë në Instagram, ajo sqaroi situatën duke u shprehur e zhgënjur. Zemrat e mia, duke uruar të jeni mirë dhe duke ju falënderuar përzemërsisht për gjithë suportin dhe dashurinë që ma jepni pa kursim, dua t'ju lajmëroj se ky kanal nuk është në pronësinë time dhe mund të bëni unsubscribe lirisht, pasi e di që e keni suportuar në nisje të projekteve të mia, por nuk do të ketë më asnjë aktivitet lidhur me mua dhe emrin tim në vazhdim. Ajo u kërkoi ndjekësve të bënin unsubscribe dhe premtoi se do të hap një kanal të ri për projektet e saj muzikore. Deri në hapjen e kanalit të ri mbi projektet e mia muzikore, po ju lë një përqafim të madh dhe ju dua shumë. Ky njoftim tregon qartë se Egli ka vendosur të distancohet nga kanali aktual për arsye pronësie, duke shprehur mirënjohje për fansat. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.